Humbja e Vllaznisë 1-0 me Tiranën për javën e 35 të superiores e katërta radhëzi për Kuqe Blut mori vëmendjen më të madhe të emisionit Studio Sport, transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në RTS Shkodra. Ata jo vetëm që po humbin meqet, jo vetëm që po skualifikohen në kupë, jo vetëm që nuk po motivohen, jo vetëm që nuk po e vlerësojnë si duhet fanelen e Vllaznisë, pa ajo që mund bën përshtypje shumë përse stafi teknik, kur shef këtë situatë të shkatërneshje, nuk merr masat për riparimin e problemeve. Ekipi i Dinamos të kërkon respekt edhe për renditjen, ishin në vendin e parë me Vllaznin, edhe i kanë lënë tonin komplet kategorisë tretë. I kam thënë ndjemve që me të vërtetë ta ndeshje ku na shohim edhe nivelin ton. Flamurtari është një ekip ku edhe me kanë në fundin e tabelës është një ekip që duhet mu respektu jashtëzakonisht shumë, sepse është thjesht me thonë, është ekip sportiv në fushë edhe jashtë fushës. Në pjesën e dytë të emisionit janë komentuar fitoret e radhës të Vllaznisë Futsal, e cila si kryesuese e kampionatit për të shtunën në Shkodër rivalin për titull Flamurtari, si dhe sezonin e suksesshëm që po mbyll klubi i futbollit Shkodra në futbollin e moshave, pa lënë më njëherë eliminimin e Vllaznisë në basketbollin e meshkujve nga Tirana, futbollin e femrave dhe të tjerë.